Familja e Margaritës Tutulani ishte një nga familjet më të shquara dhe të ndritura të Beratit dhe të gjithë Shqipërisë në fillim shekulli 20. Një familje intelektuale, adhetare dhe i lidhur fort me lëvizjet për pavarësi dhe përparim shoqëror. Ja çfarë dihet për familjen e Margaritës Tutulani. Babai, Kristo Tutulani, një ndër figurat më të rëndësishme të shtetit shqiptar pas pavarësisë. Ka qenë ministri i parë i financave dhe i drejtësisë në qeverinë e parë shqiptare, atë të Ismail Qemalit. Ka shërbyer për 13 vite rresht në administratën shtetërore shqiptare, duke qenë një nga funksionarët më të respektuar. Ishte gjithashtu deputet i Parlamentit shqiptar dhe intelektual i shquar, me edukim perëndimor. I përkiste një familje që kishte lidhje të drejtpërdrejta me firmtarët e Aktit të Pavarësisë më 28 nëntor 1912. Nëna, zonja Tutulani, e përmendur si gruaja e ministrit, por përtej këtij roli ceremonial, ajo ishte një grua e kulturuar, e edukuar dhe me mendje përparimtare. U kujdes për edukimin dhe formimin adhetar të fëmijëve të saj në një kohë kur gratë kishin pak akses në arsim e kulturë. Vlerësohej në komunitet si një figurë morale dhe intelektuale. Margarita Tutulani lindi në vitin 1924 në shtëpinë e familjes në lagjen Goric të Beratit. Ishte nxënëse e shkëlqyer në gjimnazin e vajzave në Tiranë. U angazhua shumë herët në lëvizjen antifashiste, përmes shkrimeve, protestave dhe shpërndarjes së trakteve. Ishte e njohur për idealet e forta, mendjen e mprehtë dhe guximin e rrallë për një vajzë 19 vjeçare në atë kohë. Kristak Tutulani, vëllai i vetëm i Margaritës, u rit dhe edukua në të njëjtin ambient adhetar e përparimtar. Ishte 23 vjeç kur u vra nga fashistët. Ai shquhej për inteligjencën, për kushtimin dhe vendoshmërinë. Ka lënë pas citime që dëshmojnë shpirtin e tij të lirë, si: "Ne jemi një brez i ri dhe duam një Shqipëri pa fashist." Këta ishin fëmijët e ministrit që nuk u dorëzuan përballë terrorit fashist, por zgjodhen të flijohen për Shqipërinë, e pabesueshme për kohën e sotme, por e vërtet e patjetërsueshme.